Në sallë gjithçka ishte gati që në 9:15 të fillonte seanca në cilën dëshpollej vendimin në rastin Gylenistët. Veti akuzuari për këtë rast Driton Gashi, i shefi AKI-s, kishte vendosur që të mos vinte ta dëgjonte shpalljen, ndërsa prokurori u paraqet në ndërtparat. Pas afro gjysmëore trupi gjykues hyri në sallë, por jo për ta shpallur aktgjykimin. Japët shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale me qëllim të grumbullimit të provave dhe fakteve tjera. Vendimin për rihapje të shqyrtimit gjyqësor gjykata e mori me një qëllim. Krepje bëhet me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje penale. Seanca e ardhshme do të caktohet në momentin kur bëhet sigurimi i provave materiale. Në fakt, rasti kishte marrë epilog në korrik të 2023-s kur Driton Gashi ishte shpallur fajtor dhe ishte dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim për dëbim të palegjshëm të 6 shtetësve të Turqisë që kishin leje qëndrimi dhe leje pune në Kosovë. Por gjykata e apelit e kishte kthyer rastin në rigjykim sa i përket pikës për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar.